muhabeti përbashkë sanohet ai problem, do thotë. Edhe arsyeja mendoj që është legjitime me uçimin edhe mënyrë që të trajtojmë se njëjti presion vjen si te Bashkia Islame, vjen edhe tek ne për me u kry ky projekt edhe këtë pengesë. Po më duket që është ai problemi që çasti. Ka pasur kritika por no processo. Arkitekturës në mojimet e matusit. Donacionet e tha sekretari, tregoj që është Bashkia Islame turke. Nuk është për fazë, e sa për tradit, na kem xhami që quhet xhami Kurd. Kem xhami në Kosovë, se e ke botë. Ose unë merrem me xhami. Edhe janë bashkëstit Kurdës, edhe janë autoktonë, apo kupton, nëse ujna me shqiptar. Edhe nuk është e marrë nisë xhamiet në përvaza në fund Kurdës. Se kemi apo vërëtësit me ti drita një kabase, o tëra të mërë, në mirë. A u dhe, problema e mërë, edhe diska që është ndërtu më herës të Kosovë, është të të jonë, së më qarë vagu. Së më nga me njësa të të shkatërëm këtë monument të të. Se qëtë kush ka marru t'i ka shështë. Faleminderit, Jone ko. Po flasë dhe pak Liraku, si shte këtu në fillim kër e shpjegova se pse kam kërku këtë debat dhe pikrisht çka kom dosht me arritë me këtë debat është ajo që të marrë qëndrimet e partisë pa u sulmu në për portalet të ndryshme partit nërmet veti për ta tabuizuar këtë temë dhe natyrisht që mos të përdoret as në fushat, as në kundër fushat prej as kujt, sepse po ta shpjegoj edhe ku ka fillu kjo temë. Kjo temë ka fillu si subjekt të Kosovës dhe ka dalë lajmi prej dikun 6 portaleve, shpendi vjen para presionit kontrabandon leje për xhamin qendrore në Prishtinë. Sepse e bojnë ato dhe për çfarë qëllime, unë nuk e di. Po pe aty ka fillu kjo temë që manej u bë temë dhe po paraqitet si kjo çështje apo ai çështje. Mas pari, unë leje nuk jap si kryetar, nuk nënshkruaj asnjë leje. As nuk mëj me kontrabandu, e as nuk është vendim politik leja për një xhami apo jo. Se si japën lejet në komunën e Prishtinës, është ligji i ndërtimit, i cili nuk parashe, e kanë kopju prej Gjorgjis, është me insistim të USAID Amerikan, me kthjeshtu procedurat e lejeve, ku nuk i lejon autoritetit të lejes të vendos as për fasad, as për arkitektur, po thjesht vendos për metra katror, koeficient dhe distanca prej mureve. Ka që është ligji, unë mendoj që është ligji keq, po na nuk vendosim ligje në komunën e Prishtinës e as në kuvendin komunal. Pra, në mënyrë që mos t'i kemi, sepse ku nuk pajtohen për shembull me krahasimet me Shqipërinë, është që në vitet e fundit në Kosovë kjo është bo temë shumë ma e ndishme se sa në Shqipëri. Dhe këtu partitë